25 nëntori përkon me 100 vjetorin e lindjes së të pavdekshmit Petro Marko, dhe në këtë kuadër Bashkia Himarës organizoi sot një aktivitet për të përkujtuar dhe vlerësuar figurën e shkrimtarit të Bregut, Petro Marko. Të pranishëm në aktivitetin e zhvilluar nën kujdesin e kryetarit të Bashkisë Himar, Jorgo Gorro, ishin familjarët e Petro Markos, miq dhe të afërm të shkrimtarit, si dhe autoritetet më të larta të Bashkisë Orikum, Himar dhe Sarand, po kështu ishin të ftuar profesori dhe historiani Pascal Milo, deputeti Fatmir Toçi si dhe kryetari i Unionit Gazetarëve Aleksandër Çipa. Kryetari i Bashkisë Himar Jorgo Gorro në 100 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Petro Marko e ka vlerësuar figurën e tij me titullin Nderi i Himarës, titull të cilin e ka tërhequr vajza e shkrimtarit Petro Marko. Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së të madhit Petro Marko, të japim titujt e nderit të Himarës 11 penave të këtij vendi, të kësaj krahine të nderuar, të jap titullin e parë qytetarit, shkrimtarit, gjigantit Petro Marko. Nder i Himarës. I jepet nderi i Himarës zotit Petro Marko, shkrimtar dhe publicist i përmasave botërore, i vlerësuar, nder i kombit, mjeshtër i madh i punës, penta e artë, luftëtar internacionalist e të tjerë. Jam shumë emocionuar dhe merret vesh kjo. Siç tha miku jon, babi ka marrë disa tituj. Por ky është për mua gjë më e rëndësishme, sepse këtë e merr nga gjaku i vet dhe nga toka e vet. Deputeti Fatmir Toçi gjithashtu shprehu vlerësimin e tij për figurën e shkrimtarit Petro Marko, gjatë dorëzimit të titullit Nderi i Himarës për shkrimtarin Odise Grillo. Në ka gjë një fill për shkrues të jetës së të veprës së tij, do thoya që është idealizmi për një jetë më të mirë, për një botë më të mirë, të cilës ai i përkushtoi jetën, për cilën ai u keq kuptua nga gjithë shoqëria shqiptare, për cilën ai ka pasuar kaq mirë në gjithë veprën e tij. Shkrimtarja Diana Çuli në fjalën e saj për figurën e Petro Markos u shpreh se jeta e tij është e barabartë me shumë jetë njëherësh. Petro Marko na përcolli ndjenjën e lirisë njerëzore, duke qenë në paqe me lirinë e tij, ndërsa është shëmbëltyra e shkrimtarit që i ngjan veprës së tij, u shpreh shkrimtarja Diana Çuli. Për Petro Markon mund flitet shumë, mund flitet pa prerë, për veprën e tij madhore, origjinale, të pangjashme, me asnjë korpus tjetër letrar të letrave shqipe të deri sotme. Për jetën e tij, e cila ishte e barabartë me shumë jetë njëherësh, e pasur, e gjallë, rebele, kryengritse, epike, madhështore. Për gjithçka ai arriti, për gjithçka që krijoi, për gjithçka që la pas, për gjithçka që ai është sot e kësaj dite. Për të mund të thuhet se na i na përçoi ndjenjën dhe kuptimin e lirisë. Lirinë e vërtet të njeriut që jeton në mendje dhe në shpirt, edhe kur ndodhet brenda mureve të burgjeve, edhe kur shtrihet llogoreve, edhe kur ecën i vetmuar në bulevard, siç e mbajnë mend të gjithë. Kryetari i Unionit të Shkrimtarëve Aleksandër Çipa u shpreh se për të kjo ishte dalja publike më emocionuese e jetës, pasi të flasësh për Petro Markon ligjëratat nuk kanë fund, por Çipa u ndal tek figura e Petro Marko si gazetar. Petro Marko ishte një nga gazetarët më të famshëm të mesdheut në më tepër se 3 dekada. Ishte i famshëm sepse ishte i vetmi reporter i parë i luftës si gazetar në vitet e luftës së famshme të Spanjës. Ai ishte i vetmi gazetar shqiptar që ka refuzuar në vitet 40 një ofertë të shkëlqyer nga gazeta më e famshme italiane L'Unità. Ishte gazetari që shkruajti në mënyrë të shkëlqyer, duke krijuar disa nga zhanret dhe rubrikat më të famshme të gazetarisë së të shkruar në gazetat më të famshme të viteve 30, 40